Prodhuesit e automjeteve nga i gjithë globi u dyndu në panairin e makinave në Shanghai këtë javë në një kohë kur tregu më i madh i tyre në botë përballet me një rënje shqetësuese të shitjeve, ndërsa Kina po ecën drejt një të ardhmeje ultra konkurruese elektrike. E nxitur nga rritja e të ardhurave dhe stimujve qeveritar, Kina është konsideruar si pata e artë mbi të cilën industria globale e automobilëve kishte mbështetur të ardhmen e saj. Por pas vitesh të tëra rritjeje të fortë ekonomike, shitjet e makinave ran vitin e kaluar për herë të parë që prej viteve 90, të goditura nga ngadalësimi i ekonomisë, tensioni tregtar me Shtetet e Bashkuara, si dhe grushti që i dhanë kinezët praktikave të kredive të dyshimta. Shitjet ranë me 2.8% në 2018, në 28.1 milion njësi sipas shoqatës kineze të prodhuesve të automjeteve, një ritëm ky i cili është përshpejtuar gjatë muajve të fundit. Kjo është hera e parë që në tregun kinez ka patur një rënje kaq të gjatë dhe të mpret të shitjeve, u shpreh Laurent Petitson, një analist i automjeteve në Alex Partners. Megjithatë prodhuesit kryesor të makinave ende shohin potencial, sidomos tek pikat e forta si SUV dhe automjetet elektrike, të cilat shndrin në mesin e modeleve të reja të ekspozuara në Shanghai.